Në shumë raste emergjente, qofshin ato në male, zonat vështira apo edhe gjatë fatkeqësive natyrore, ekipet e kërkim shpëtimit janë ndër të para që u dalin në ndihmë qytetarëve. Me profesionalizëm, përkushtim edhe punë vullnetare, shoqata e Kosovës për kërkim shpëtim luan një rol të rëndësishëm në shpëtimin e jetëve, por edhe në rritjen e sigurisë së qytetarëve. Për misionet, sfidat dhe përgatitjet e kësaj shoqate, sot ne do të flasim me kryetarin e shoqatës, me zotin Mentor Maloku. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se gjithë. Mirëmëngjesi, kënaqësi që flasim mentor, kemi pas edhe më herët edhe në studio dhe kemi pas komunikime të drejtë për drejtë, edhe gjithmonë shumë kënaqësi sa që kemi folë për punën që ju e bëni, sepse vërtet është një punë jashtëzakonisht e vlefshme, fisnike, njerëzore, parazitar, me kërku njerëz, me shpëtu njerëz, nuk e di nëse ka një mision më të shenjtë se kaq. Ju e bëni me përkushtim më të madh krejt këtë punë. Ju bashkë një grup goxha i madh njerëzve, Po, sigurisht. Nuk ka ma mirë dhe knasi se sa me shpëtu një jetë, varësisht se ku apo si ndodhë. Ne si shoqatë jemi që nga viti 2022 jemi themelu, momentalisht jemi mbi 200 antarë në gjithë territorin e Kosovës, ku veprojmë me degë të ndryshme, me degë në për qytete, ku jemi duke vazhduar të i hap degë, për vetëm një qëllim do të mënyrën apo kohën e reagimit me pas sa më të shpejt. Për momentin jemi në aksion në kërkimin e zotit Gjafer, cili nga data 2 korrekt ka humbë, shpresoj që do të gjendet. Qysh mobilizoheni, mentor? Për shembull, po e marrim rastin e fundit. Po, zakonisht në kërkim të Gjaferit. Qysh mobilizohet shoqata? Zakonisht thirrjet na vijnë nga qendra operative një dyshit, nga dhoma e situata, nga zyra e kryeministrisë, apo edhe nga policia. Gjithashtu edhe nga familjarët, na vinë thirrjet, kur na vinë nga familjarët vazhdojmë me policinë, gjetjen e do të hetuesit apo kush e ka rastin dhe pastaj aktivizohemi ne si shoqatë. Varësisht se në çfarë terreni është, nëse është në ujë, aktivizohet departamenti i zhytjes. Që i keni ju brenda aty, Po. Për shkak se shoqata është pikësisht është themeluar me klube sportive. Pastaj ato klube sportive do t'i kemi shndruar në departamentin në shoqatë. Të gjitha këto do të varësisht tani ku ka nevojë do të aktivizohen. Këtë rast tash jemi në male, e kemi ekipin do të departamentin e maleve, si dhe departamentin e edhe ju në thotë më herët që po veni gati nga emisiona, apo jo? Jeni pa pushuar mirë sepse po vini nga ky mision për gjetjen e zotit Gjafer. Kemi qenë deri në ora 2 të natës. Po çfarë informacione ju duan për shembull në një rast si mungesa e Gjaferit? Çfarë informacioni ju duhet për me nisë mandej me hartu ndoshta një plan me shikuese në cilat zona duhet me kërku? Zakonisht ne shkojmë nga pika 0, nga shtëpia e tij, dhe pastaj nëse kemi një pikë orientuese se nga ka shku, atëherë bazohemi ato. Përndryshe duhet të gjejmë përmes kamerave të ndryshme në për qytet, për shembull që janë apo në për fshatra. A e keni qasje gjithmonë apo e keni ndihmën e asistencën e policisë, e prokurorisë në raste të caktuara? Po, sigurisht bashkëpunimin e kemi të mrekullueshëm me policinë e Kosovës. Edhe po besoj se qytetarët janë mirë kuptues, Po. Jo, a dim se, mentor, pardon, po, tazëm, kur ju po e shpjegoni këtë aktiviteti që ju e bëni, keni disa degë për komunat të ndryshme të Kosovës, jeni në Prishtinë, jeni 200 antarë, po kretë kjo puna juaj është vullnetare, po? Po. Pra është punë vullnetare dhe ju jeni organizatë jo qeveritare. Pra, cili është ky zinxhiri që ju lidh juve me institucionet zyrtare të shtetit? Tazëm, dikush e varr shpresën të gjetja përmes jush, po një ditë ju, nuk funksiononi. Ose dikush për antarëve thotë jo, nuk jam këtu se jam punë. Se më thonë, i kam do punë tjera, duhet me punu për me jetu. Po, sigurisht, shoqata jonë është e tëra vullnetare dhe askush nuk paguhet. Shumë shpesh na pyesin sa keni rruga. Që në fakt nuk e di nëse ka logjikë. Ju duni me u pagu? Jo, na nuk e kemi bërë me atë qëllim. Asnjëherë. As nuk pretendojmë me pas atë qëllim, po pretendojmë me pas pajisjet adekuate për realizimin e misioneve.
Ndërkaq pajisit mundohemi mi bë vetë dhe tani po qëllimi i këtë kësaj është do të realizimi do të i aksionit sa më të mirë do të me gjetë një person. A mund të shmë nga të regu pak më shumë cilat janë disa nga misionet më sfiduese të cilat i keni realizu deri më tani? Edhe ato të cilat natyrisht kanë rezultu me sukses? Sigurisht më të madhin apo më të, si të thëmë, Suksesshëm? Ka qenë tërmeti në Turqi, në të cilin kemi qenë 6 persona dhe 6 antarë nga shoqata. Edhe kjo, shkuarja gjithçka ka qenë baza vullnetare? Po, gjithçka ka qenë vullnetare. Nuk kemi pas kushte më shumë për me shku me persona më shumë, ku kemi realizu dhe të nxjerrjen e shumë trupave të pajet nga tërmeti, gjithashtu edhe 2 vajza kemi shpëtuar nga ai tërmet. Njëra ka qenë në ditën e 8. Të cilat janë nxjerrë të gjalla? Po, gjithashtu edhe mas në ditës e 9 ka qenë një 3 vjeçare që kemi shpëtuar. Ju keni qenë, ju 6 vetë keni qenë një ekip, nuk është qenë një përzirë me ekipe tjera, pra ju ekipi Kosovës i keni bërë këtë? Po, na jemi ka në ekip, pastaj na i kanë pru një ekip të minatorëve të Turqisë, për më ndihmu do të për me gërmim, jo për diçka tjetër, për gërmim. Mirë, çu është kjo ndjesia mendoj se duhet me qenë e jashtëzakonshme. Do të thonë, jenë kërkim të një jete të një njeriu, të një personi, do të thonë që është i humbur me ditë të tëra, e gjen ose në rastin konkret kur shpëton, je shpëtuesi i jetrave të njerëzve. Do të thonë, nuk e di çfarë me çë e ke përjetu. Çfarë ndjesie të jep? Zakonisht emocionet të kapin pak më vonë, masi të kryer gjithaj aktivitet, mirë po thashë një nuk ka ndjesi më të mirë kur arrin me shpëtu një jetë. Kemi pas raste kur mbas 4 dite kemi gjetë person të humbur me demencë më plak në 84 vjet, mbas 4 dite pa gjuhën po pa gjuhën, pa gjithçka, do të është edhe kur ka qenë vjet, do të nxeti më i madh kur ka qenë. Kështu që ka qenë e pamundur do të me vetëm me menu do të që ka më shumë me mbijetuar. Kështu që mirë po, zhgënimi më i madh është kur largohemi nga një aksion pa një përgjigje. Një përgjigje adekuate. Pa gjetjen e një personit. Ajo është zhgënimi më i madh që e marrëm. Puna kërkimore pra nuk dalon asnjëherë. Jo. Vazhdimisht jeni pranë qytetarëve në çfarëdo lloj rasti që ka nevojë. Po për ata të cilët po na ndjekin, edhe kanë kohë, vullnet dhe dëshirë për me qenë për shembull pjesë e shoqatës. Çka duhet me pas parasysh ata? Shoqata është e hapur për gjithçka. Të gjithë ata që kanë vullnetin dhe dëshirën për me ndihmu, kanë mundësi më bashku në shoqat, kanë mundësi me dhënë kontributin, varësisht se çfarë profesioni ka, sepse në shoqat kemi gjitha profesionet e mundshme i kemi antarë. A ka rëndësi mosha? Jo. Sepse kam përshtimin që duhet me qenë, si më thonë, edhe ona fizike në rregull, nga aspekti fizik me qenë gati. Po, mirë po, nuk është të thonë me dalë gjithmonë në aksion jo në teren. Për shkak që gjithkush mundet me dhënë kontributin në mënyra të ndryshme. Dikush prej zyrës, dikush në teren, dikush këtë rast për shembull me marketing, dikush me gjetjen e pajisjeve ose ndaj donatorit diçka ose kështu që gjithmonë ka mundësi do të me gjet, po qoftë edhe vetëm nëse është vetëm shofer, ka mundësi të dhënë kontributin e vet. Qysh, si thon, organizoni, ta zëm thirr dikush në qendër, nuk e di nëse keni një qendër të thirrjeve ose një qendër të kontaktit, edhe mandej si kryetar, nuk e di, kryetari, sekretari, ju më tregoni po si i delegoni njerëzit ta zëmë në një vend të caktuar, në një mision të caktuar. Po, masi marrim thirrjen nga në këtë rast për shembull nga qendra operative 112-shit, ku kemi një memorandum bashkëpunimi me Agjencion e Menaxhimit Emergjent. Pastaj ne jemi një grup i vogël që vendosim për hapate me të tjeshëm, të cilët e analizojmë pak situatën dhe pastaj e shpërndajmë në grup që e kemi në WhatsApp. Prej aty do të bëjmë takimin, kohën e takimit, kohën e nisjes dhe vendin ku kemi më taku. Gjithashtu edhe cilët pjesëtar duhet të jenë aktiv. Jo të gjithë antarët kanë mundësi me ardhë,
për që ata është vullnetari, nuk paguhet, edhe ata që janë të lirë në atë kohë bashkan gjiten. Po kalojnë në një farë fazë të trajnimi, apo jo gjithë që bën pjesë e ekipit? Po, me di disa hapë. Po, sidomos në ndihmën e parë, është parësore që duhet me di. Mirë, po çfarë këshillat për shembull do t'ju kishte dhënë qytetarëve, ata të cilët frekuentojnë më shumë këto zona të izoluara, ku mund ballafaqohen pastaj edhe me rreziqe të ndryshme? Po sigurisht duhet me pas kujdes pikë pari mos me dalë vetë me hec, apo mos me gjitë në majë vetë, për shkak që është e rrezikshme gjatë një lëndimi. Ka vende kur nuk kemi as qasje të telefonisë. Duhet se pa këtë jenë dy veta me ecën në këtë rast në për male. E kemi pa edhe që kemi pas humbje tjetëve në për liqej. Kështu që është ka gjashtë një sfid që është duke ardhë në këtë rast, sidomos edhe për turista që po vinë, ka lëndime e ka humbje të turistave për shkak që shumë shpesh edhe se njohin terrenin mandej. Edhe nuk e njohin terrenin, po edhe ecin veç vetë. Të hujtë zakonisht ecin shumë vetë. Mirë, mentor, e di që kemi pas folë edhe më herët, me sa e kujtoj ose me ju ose me dikë tjetër në ka shoqata, dhe kemi folë edhe për nevojën që ju i keni për ato pajisje. Pra, se varësisht prej vendit edhe prej, nuk di, lokacionin ku shkoni me kërku, ju duhen edhe pajisje të përshtatshme për ato vende. Qysh jeni në këtë aspekt? Pra, a ka një donator, a ka shteti që ju ndihmon diçka, do një me pas edhe veturat e përshtatshme për shembull për terrenet të caktuara, edhe pajisje tjera që ju duhen. Në këtë rast ne i përdorim veturat tona personale. Ne shumë shpesh na mungojnë ato bazë, ato elementare duke përfshirë derivatet, ushqimet, na mungojnë. Veshjet nështë adekuate? Edhe veshjet. Po, sigurisht. Ecjet në përmal, i kanë ato vështërësitë e veta? Jemi duke mundu me gjetë donator, jemi duke mundu me gjetë sponsor, për shkak që Ministria e Kulturës dhe Sportit ne ka mundësu për me sponsorizimit me përfitu. Po, nga ona qeverisë normalisht nuk kemi për momentin në mbështetje. Shpresoj që do të kemi në të ardhmen. Do duhemi që po. Jemi të gatshëm kur do herë që në thirin, mirë po mbështetje për momentin nuk kemi. Okej. Nuk e di, po besoj që në shërben kjo intervistë një thirrje për mbështetje, edhe me aty në donatorët që kanë mundësi. Kompanive ose bizneseve të cilat mund të ofrojnë veshmbathje që janë të nevojshme edhe këtë rast. Po, sigurisht nuk është e thonë gjithmonë më të donë pare. Dikush mundet më donë për shembull pajisje, dikush më donë ushqime, ka derivate, po. Ka mënyra të ndryshme të sponsorizimit, po. Gjithçka që mund t'ju duhen. Mentor, sigurisht kemi me folë edhe stepet e tjera, radhave të tjera, po shpresoj që me folë veç për suksese që ju i keni gjatë misioneve tuaja. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit. Po shkojmë te lajmet pas, me njëherë sepse veç kemi hyrë në termin.